Salavatët dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, të dashur pranishëm, ligjëratën e kaluar folëm për gjendjen e përgjithshme të botës dhe gjendjen e gatishullit arabik para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Folëm për situatën politike, situatën ekonomike, situatën e udhëheqjes edhe çështjen e fesë. Krejt në fund përmendëm edhe disa cilësi të mira, pozitive, të cilat i kanë pas arabët si popull edhe si shoqëri. Sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të mundohemi të përmendim edhe disa cilësi negative, buri negative, të cilat kanë qenë të përhapura në mesin e shoqërisë arabe atëherë, dhe pastaj do të flasim për paralajmërimet të cilat kanë ardhur para lindjes dhe dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej dukurive negative, të cilat ishin të përhapura në mesin e arabëve, në mesin e shoqërisë të atëhershme, ishin alkooli, bigjozi, kamata, korrupsioni e kështu me radhë. Këto dukuri, këto gjana ishin përhap me të madhe, sa që ishin shëndru në gjana dhe në dukuri normale. Nëse do të flasim për forma tjera, të cilat kanë qenë forma me të cilat është manifestu denigrimi dhe degenerimi, atëherë duhet të rënditim disa të këtyre formave. E para, arabët nuk kanë pas kufi sa i përket mburjes edhe krenaris nga aspekti i prejardhjes, nga aspekti i farefisës. Mirë po, me ardhen e islamit, me ardhen e shpalljes dhe dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, islami do ta rregullon këtë fenomen. Pasi që te Allahu njerëzit janë të njëjtë dhe dallimi vetëm është në devotshmëri, ashtu sikur se ka thënë Allahu: inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari prej jush te Allahu është ai i cili është më i devotshëm. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka dallim arabi prej jo arab, dhe nuk ka dallim i ziu prej të bardhit. Dallimi i vetëm qëndron në devotshmëri, në përkushtim. Te Allahu me rëndësi është devotshmëria, me rëndësi është të jesh i rujtur, me rëndësi është të jesh i përkushtuar, dhe nuk ka rëndësi raca, kombi, vendi e kështu me radhë. Dhe kjo është prej univerzalitetit të islamit dhe elhamdulillah që është kështu. Tjetra prej fenomenave dukurive negative të cilat ishin të përhapura ishte edhe në vlerësimi, në çmimi i femrave, i grave. Femra të arabët është konsideruar si turp edhe mallkim para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se nuk ka mund me marr pjesë në luftë, edhe nuk ka prunë pasuri për familjen edhe për fisin. Nisur nga ky princip, shumë arabë para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohën e xahiljetit i kanë vorros bijat e tyre të sapolindura. Kurani ka folë për këtë fenomen dhe Allahu ka thënë: wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe kur do të pyetet e sapolindura, do të pyetet se për çfarë gjunahu, për çfarë mëkati, për çfarë arsye është mbytur. Me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky fenomen do të rregullohet. Femra do ta merr pozitën të cilën e ka merituar në shoqëri, dhe Kurani, Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka shpall një sure të tërë me emrin Suratun Nisa, pra surja e grave. Po ashtu kemi edhe shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për pozitën, për të drejtën dhe për përparësitë e grave. Me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të rregullohet edhe statusi i grave në shoqërinë e atëhershme arabe, dhe gratë, femrat do ta marrin trajtimin e duhur nga familja edhe nga shoqëria.
E treta çështje, e cila përmendet si një dukuri negative dhe theksohet se ka pas denigrime të mëdha në këtë aspekt, është martesa. Ka pas disa forma të neveritshme dhe të shëmtuara të martesës, mirë po që në fakt kanë qenë zina. Kanë qenë zina, mirë po të arabët është dhënë zakon dhe është konë praktik dhe ata i kanë konsideru si lloje të martesës. Ebu Davudi, rahmetullahi alejh, e transmeton një hadith ku Aisha radiallahu anha ka përmendur 4 lloje të martesës. E para martesë që ka qenë prezente të arabët në kohën e xahiljetit, është martesa të cilën na sot e njohim dhe e praktikojmë. Pra ku djali pëlqehet me vajzën, familjet dakordohen dhe lidhet niqahu, martesa. Kjo ka qenë forma e parë. Forma e dytë ka qenë një formë e shëmtuar në një formë e neveritshme, ku burri i ka thonë gruas që të shkon bën marrëdhënie me një person. Do bën marrëdhënie me një person tjetër dhe nuk i është afruar asaj derisa është vërtetuar se ka ngel shtatzon. Dhe kur ka ngel shtatzon, e ka kthy prapë nëse ka dashur, krejt këta e kanë bën me qëllim që të fiton autoritet, të lind një djalë prej një fisi, prej një personi që ka pas autoritet në atë kohë, në atë zaman. E treta formë e martesës ka qenë që kanë shku deri në 10 burra dhe kanë bën marrëdhënie me një grua. Edhe pastaj gruaja i ka ftuar që të gjithë, nëse ka ngel shtatzon dhe ka lind, i ka ftuar që të gjithë burrat. Dhe të gjithë kanë shku, janë dashur me shku, janë detyruar që të shkojnë dhe të prezantojnë. Dhe të cilin burr ajo e ka dashur që të jetë babi i fëmijës vet, i ka thonë ky fëmijë është i joti. Dhe ajo është detyruar me e pranuar. Edhe kjo ka qenë një formë shumë e neveritshme, të cilën ata e kanë konsideruar martesë, mirë po që në fakt ka qenë zina dhe amoralitet. E katërta formë ka qenë një formë po ashtu e neveritshme dhe e keqe. Kanë qenë disa gra të cilat në dyert e tyre kanë vendosur disa shenja, disa flamuj. Dhe te këto gra kanë shku shumë burra dhe shumë meshkuj. Dhe nëse ka ngel një grua e tillë shtatzon, ajo i ka thirrë që të gjithë burrat me të cilët ka pas marrëdhënie. Dhe e kanë thirrë një ekspert, e kanë thirrë një njeri me përvojë, që ai të konstaton se fëmia që ka lind kujt i takon. Dhe i ka pa shenjat, e ka pa fizionomin e fëmijës. Edhe i ka thonë ndonjëri prej burrave, kjo është fëmia jote. Edhe ajo është detyruar me e pranuar. Këto kanë qenë forma shumë të këqija, shumë të neveritshme, të cilët arabët në zakonin e tyre i kanë konsideruar lloje të martesës, e që në fakt kanë qenë zina. Me dërgimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjitha këto forma do të ndalohen, do të bëhen haram dhe do të ngel vetëm forma e parë, ajo të cilën na e njohim dhe e praktikojmë. Siç e shohim, degenerimi dhe denigrimi ka arrit në kulm dhe është dashur që të bëhet një reformë e thellë, një reformë e madhe. Për këtë Allahu do ta dërgoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë dhe nga humbja në shpëtim. Me kaq e përfundojmë shpjegimin ton për gjendjen e shoqërisë në mesin e arabëve para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim do të flasim për gjenezën e arabëve, për paralajmërimet të cilat kanë ardhur për dërgimin para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Arabët e hershëm janë ndarë në 3 grupe kryesore, dhe ato janë Arab el-Baida, Arab el-Ariba dhe Arab el-Adnaniye. Prej këtyre të fundit, prej Arab el-Adnaniye, e ka ardhën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky Adnani i pari është e vërtetuar se është prej pasardhësve të Ismailit alayhi salam. Ismaili alayhi salam është djali i Ibrahimit alayhi salam. Kur Ibrahimi alayhi salam e le Haxherën në luginën e Mekës bashkë me Ismailin alayhi salam, aty pari pas një kohe kalon fisi Gjurhum. Kalon fisi Gjurhum. Edhe këtu fillon në fakt gjeneza e arabëve. Për arsye se
Ismaili a.s. do të martohet me një vajzë nga fisi Gjurhum. Loza apo gjenealogjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zinxhiri familjar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zgjatet dhe arrin deri te Ismaili a.s. E që në fakt arrin deri te Ibrahimi a.s. Allahu ka treguar në Kur'an se Ibrahimi a.s. është lut dhe ka thënë: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alehim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. O Zoti im, dërgon nga mesi i tyre një të dërguar që do t'ua mësoj atyre librin, do t'u mësoj atyre ajetet e tua, do t'i pastroj edhe do t'ua mësoj urtësinë. Si të shifet, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka pranu lutjen dhe duan Ibrahimit a.s. dhe e ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në mesin e Arabëve, pra në Mekë, aty ku ndodhet çapja. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë paralajmëruar edhe pejgamberët edhe librat e mëparshme. Ka paralajmëruar edhe Isa a.s. për cilën Allahu ka folur në Kur'an dhe ka thënë: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dhe kur Isa a.s. ju tha bani Israilve, ju tha jehudive se unë jam i dërguar i Allahut të ju dhe jam vërtetues i asaj që ka qenë para meje, jam vërtetues i Tevratit dhe jam përgëzues mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dhe jam përgëzues për një të dërguar që do të vijë pas meje, emri të cilit është Ahmed. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka disa emra. E një prej emrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe emri Ahmed. Ahmed edhe Muhammed janë nga e njëjta rënë, pra prej fjalës hamd. Për emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të flasim kur të vi koha inshallah. Mirë, po ajo që neve na intereson është fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përmend dhe është paralajmëruar ardhja e tij prej pejgamberëve të mëhershëm në librat e shpallura të mëhershme. Dhe ka fol edhe Isa a.s. po ashtu është lut edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Mirë, po çfarë ka ndodhur? Idhtarët e librit, krishterët edhe jehudit, me qenë se i kanë ndryshuar librat e tyre, me qenë se i kanë ndryshuar tekstet e shenjta, ata e kanë fshin faktin se do të vjen një pejgamber me emrin Muhammed ose me emrin Ahmed, sikurse që u përmend. Ata e kanë ditë se do të vjen një pejgamber. Mirë, po kur e kanë marrë vesh që ky pejgamber ka dalë prej mesit të arabëve, ka dalë nga arabët dhe nuk ka dalë nga mesi i tyre, ata e kanë refuzuar edhe nuk e kanë pranuar. Shembull konkret e kemi shembullin me mbretin i cili është quajtur Tubba. Ka qenë një mbret i cili ka dashur që ta shkatron qytetin e Medinës, i cili në atë kohë është quajtur Yathrib. Pas ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ky qyteti do t'i jap emrin Medinë. Medinë, nëse e përkthejmë në shqip, do të thotë qytet. Medinatun Nabi, qyteti i pejgamberit, qyteti i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Këtij mbretit disa banorë të Medinës ja kishin vrarë djalin. Në shenjë të hakmarrjes, ky mbreti vendos që të shkon t'i lufton banorët e Medinës dhe të shkatron qytetin në shenjë hakmarrje. Mirë, po kur vjen aty, takohet me dy qifut, me dy jahudi, me dy dietar të qifutve, të cilët i thonë: në këtë qytet ka për me ardhur një pejgamber në kohën e fundit, i cili do të del nga haremi i Mekës, nga haremi i Qabës, dhe këtu do të jetë shtëpia, baza edhe vendqëndrimi i tij. Ky mbreti e dëgjon këshillën e këtyre dy dietarëve jehudi dhe vendos që të mos i luftoj banorët e Medinës. Madje transmetohet se ka qëndruar në Medinë një vjet, duke menduar se mos po shfaqet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas një viti qëndrim në Medinë, ai vendos që të largohet, që të shkon në vendin e tij. Mirë, po e le amanet një letër, në të cilën letër ai e pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber
dhe kërkon prej tij shefaat në ditën e gjykimit. Këtë letër ai e bulos edhe e let të një familje e besueshme në Medinë dhe transmetohet po ashtu se kjo letër i ka ardhur në dorë, i ka mbërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që është vendos në shtëpinë e Ebu Ejub el-Ansariut, pasi që vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë pas disa shekujve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë person, për këtë mbret ka thënë: "La tasubbu tubba fa innahu qad kana aslama." Mos e shani mbretin Tubba për arsye se ai është bërë musliman. E ka pranuar pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa e pa. Edhe ka dashur që ta sheh, ta takon dhe me lejen e Allahut ka shpëtuar në ahiret. Fakti që është prit me ardhur një pejgamber, njerëzit dhe familjet e ndryshme kishin filluar me emërtu fëmijët e tyre me emrin Muhammed. Arabët nuk kanë pas libër të shpallur dhe kanë qenë analfabet. Mirë po janë njoftuar prej qifutëve dhe të krishterëve se do të vinë një pejgamber me emrin Muhammed. Shkak i kësaj ata i kanë emëruar fëmijët e tyre me emrin Muhammed. Dhe ka pas disa familje që e kanë bërë të njëjtën gjë. Mirë po caktimi i Allahut ka qenë që ky fëmijë të jetë prej familjes së Hashimi, pra Muhamedi i biri Abdullah, familjes Hashimi në Mekën e Arabisë Saudite. Gjithashtu tregohet se 2 vite para dërgimit apo para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Mutalibi, ishte takuar me një qifut, me një dietar hebrej, i cili i kishte thënë gjyshit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky qifuti i kishte thënë: "Po shoh te ti gjana të cilat të tjerët nuk i shohin." Dhe i kishte kërkuar prej tij që ta tregon shuplakën e dorës edhe hundën. Pasi që i kishte analizuar ky qifuti, kishte deklaruar se në shuplak po e vërej sundimin, derisa hundës tande i vjen era pejgamberit. Pra këtu na e vrejmë se ka pas disa paralajmërime për ardhjen dhe dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fakt, qifutët dhe të krishterët, sidomos elita e tyre, kanë pas informata dhe e kanë ditur saktësisht se do të vjen një pejgamber me emrin Muhammed. Dhe për këtë arsye ata kanë shku, janë vendos në Medinë dhe janë vendos në qytetin e Hajberit. Edhe në fakt na këtu e kuptojmë se jo besimtarët janë 2 grupe. Ata të cilët nuk besojnë prej inatit dhe prej xhelozisë, sepse qifutët kur e morën vesh që pejgamberi nuk është prej mesit të tyre dhe është prej arabëve, ata e refuzun shkaku i inatit edhe shkaku i xhelozisë. Na e kuptojmë këtë rast se jo besimtarët, jo muslimanët janë 2 grupe. E para ata të cilët nuk besojnë shkaku i inatit, shkaku i mendimasisë, shkaku i kokëforcisë, dhe të tjerët të cilët nuk besojnë nga padia. Ata të cilët nuk besojnë prej inatit, ta janë ajo grupa për cilët Allahu ka thënë: "E anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Këto i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, këto nuk besojnë. Thjesht nuk do me besu. Mirë pa ata të cilët nuk besojnë nga padia, atina duhet me përqendru thirrjen edhe davetin ton dhe që Allah me mësu atyre udhëzimin me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gabimi jonë më i madh është që na nuk i konsiderojmë jo muslimanët, pra pjesëtarët e feve të tjera, si musliman potencial. Për arsye se të gjithë kanë mundësi, shumë prej njerëzve kanë mundësi me u bë musliman nëse don Allahu subhanahu wa ta'ala, se Islami ka nisë me 1, me 2, me 3 dhe ka vazhdu duke u zgjeruar. Në gjëratën e ardhshme inshallah do të flasim edhe pak për paralajmërimet për ardhmen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do të arrijmë me lejen e Allahut deri te lindja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërblet për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.